Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Po vuani nga artriti, ja ushqimet që duhet të konsumoni për të lehtësuar dhimbjet. Artriti reumatoid është një sëmundje rëndë inflamatore e karakterizuar nga dobësimi i nyjeve dhe indeve lidhore të kockave. Mund të shfaqet në çdo moshë, edhe pse të dhënat e ndryshme kanë treguar se target grupi më i rrezikuar i përket moshës nga 20 në 50 vjeç. Në këtë video do ju njohim me ushqimet që duhet i konsumoni çdo ditë për të mbajtur nën kontroll problemet e artritit sipas health.com. Frutat e pyllit. Frutat e pyllit si luleshtrydhet, qershit, boronica dhe manaferat janë ndër ushqimet që duhet të jenë gjithmonë pjesë e regjimeve të kujdesshme ushqimore të personave që vuajnë nga artriti. Këto fruta janë të pasur me antioksidant, përbërës me veti antiinflamatore dhe karotenoide që rrisin sintezën e kolagjenit në mënyrë natyrale dhe i bëjnë tendinat më të forta. Drithrat integrale. Edhe drithrat integrale nuk duhet të mungojë kurrë në tryezën tuaj nëse vuani nga ndonjë problem që lidhet me artritin reumatoid. Janë të pasur me kompleksin e karbohidrateve, fibrave të tretshme në uljen e selenit. Këta përbërës eliminojnë toksinat nga organizmi dhe luftojnë inflamacionet e kockave. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për shëndetin e nyjeve gjithashtu është edhe fara e lirit. Acidet yndyrore omega-3 dhe vitamina E, që gjenden te farat e lirit, janë ndër mjekimet më të mira natyrale me veti antiinflamatore që luftojnë edhe pezmatimin e nyjeve. Përmirësojnë aftësinë e trupit për të përthithur lëngje të ndryshme, duke siguruar në këtë mënyrë lubrifikimin e duhur të kockave dhe duke ofruar një mbrojtje më të mirë kundër problemeve të artritit. Nëse po vuani nga problemet e artritit, atëherë konsumi i këtyre ushqimeve mund të jetë një zgjidhje për të përmirësuar performancën e tyre. Studimet vazhdojnë, megjithatë shkencëtarët kanë zbuluar se ushqimet e caktuara mund të lehtësojnë inflamacionin dhe dhimbjet e lidhura me artritin, citon Andrea Odun, sipas klinikës Cleveland Clinic. Nëse jeni me probleme të kockave dhe vuani nga problemet e artritit, duhet të dëgjoni këto ushqime më të mira që duhet i bëni pjesë të dietës suaj për të performuar më mirë në shëndetin e kyçeve. Salmoni, sardele dhe skumbri. Këto lloje të peshqive janë të pasur me acide yndyrore omega-3, ku studimet kanë zbuluar se mund të lehtësojnë inflamacionin. Ekspertët thonë se vetëm 2 racione në javë mund të ndihmojnë në lehtësimin e kyçeve. Çaji i jeshil. I pasur me lëndë ushqyese dhe antioksidant, çaji i jeshil njihet për uljen e inflamacionit. Studimet e kryera te kafshët kanë treguar gjithashtu se mund të ndihmojë në lehtësimin e dhimbjeve nga artriti reumatoid. Një tjetër produkt shumë i mirë për personat që vuajnë nga shqetësimet të artritit është edhe çokolata e zezë. Një tjetër ushqim i lartë në antioksidant, ku studimet kanë treguar se mund të lehtësojë inflamacionin. Blini produkte që kanë në përmbajtje të paktën 60% kakao. Sa më e lartë përmbajtja e kakaos, aq më pak sheqer përmban çokolata. Vetëm i konsumoni ato me moderim për të limituar yndyrnat e ngopura dhe kalorit. Frutat e pyllit. Frutat e pyllit gjithashtu kanë në përmbajtje të lartë antioksidues. Ato janë sidomos të mira nëse po merrni ilaçe për artritin, sepse përmbajtja e lartë e fibrave të këtyre frutave mund të ndihmojë në lehtësimin e kapsllëkut që zakonisht mund të shkaktojë këto ilaçe. Molla. Ky frut është i pasur me antioksidues dhe një burim i mirë i fibrave. Mollët largojnë edhe dëshirën për të ngrënë mesvakte të pashëndetshme. Vaji i ullirit. Përpiquni që llojet e tjera të vajit të zhvendësoni me vajin e ullirit, i cili ka një balancë të mirë të acideve yndyrore omega-3 dhe omega-6. Të dyja këto janë esenciale kundër yndyrnave. Për më tepër, studimet kanë zbuluar se komponentët e vajit të ullirit, të quajtur oleo-kantal, kanë veti të mira antiinflamatore. Frutat e thata. Të gjitha llojet e frutave të thata janë në të lartë me proteinë të ulta në yndyrë të ngopur dhe nuk përmbajnë kolesterol, ndryshe nga proteinat shtatëzore. Ndryshe nga produktet shtatëzore, frutat e thata janë një burim i mirë i fibrës. Zgjidhni fruta të thata të pakripura për të limituar kështu sasinë e sodiumit në dietë. Xhenxhefili dhe shafrani indis. Këto erëza kanë veti të mira antiinflamatore. Studimet kanë treguar se përbërësit e tyre mund të lehtësojnë inflamacionin dhe padyshim mund të kthehen në një zgjidhje mjaft të mirë ushqyese për shëndetin tuaj të kockave. Salcat.
Konsumi i salcës është një mënyrë e mirë për të rritur edhe marrjen e vitaminës C, fibrave dhe antioksidantëve. Falë përzierjeve të tilla, salcat, si përzierjet e domates, të qepës dhe perimeve të tjera, mund të jenë në një zgjidhje shumë e mirë për personat që vuajnë nga shqetësimet e artritit. Gjithsesi, është e rëndësishme të konsultoheni me mjekun tuaj për çdo problem të mundshëm që shfaqin në jetë. Termi artrit vjen nga një fjalë që do të thotë arthon, që do të thotë nyje, dhe itis, që do të thotë inflamacion. Shqip do të përkthehet inflamacioni nyjeve. Nëse një person has vështirësi për të lëvizur duart ose këmbët, atëherë po vuan nga shqetësimi i artritit. Para se përcaktoni ilaçet, në vijim ju paraqesim disa nga ushqimet që mund të shtojnë edhe lehtësimin kundër dhimbjeve tuaja, por gjithashtu edhe ushqimet që i shkaktojnë dhimbjet. Bananet. Po se janë të shijshme, bananet mund të përdoren në mënyrë të shëndetshme. Bananet janë të pasura kryesisht me magnez dhe kalium që ndihmon në rritjen e dëndësisë së kockave dhe të trupit tuaj. Magnezi është thjesht një proteinë që shkakton artrit, duke se bananet të pasura me këtë magnez ndihmojnë në lehtësimin e tij. Boronicat. Boronicat janë të pasur me shumë antioksidues që ndihmojnë në forcimin e sistemit imunitar të trupit. Shumë studime tregojnë se boronicat mund të ulin inflamacionin në nyje, përderisa konsumi i tyre i rregullt ka treguar përmirësime të hatashme në largimin e entjeve. Mund t'i konsumoni si të doni, në lëng, të përzira me qumësht, ose thjesht të konsumoni të freskëta ashtu siç janë. Salmoni. Salmoni është një burim i shkëlqyer për aminoacidet omega 3. Aminoacidet omega 3 jo vetëm që ndikojnë në uljen e inflamacionit të nyjeve, por edhe forcojnë nyjet, sidomos në mëngjes. Studimet kanë vërtetuar se njerëzit që konsumojnë aminoacide omega 3 më pak përdorin ilaçe. Përdorimi i rregullt i këtyre aminoacideve ndikon që të mos prekeni nga këto shqetësime. Çaji i jeshil. Çaji i jeshil ka ndikime të dyfishta kundër inflamacionit dhe është një antioksidues, që është i dobishëm në trajtimin e problemeve të artritit. Studime të shumta kanë treguar se në çajin jeshil gjeten enzima të fuqishme që parandalojnë thyerjen e problemeve të tilla. Lëngu i portokallit. Portokalli, sikurse dhe agrumet të tjera, janë të pasura me vitaminën C, që janë një element mjaft i rëndësishëm në forcimin tuaj të kockave. Në veçanti të kërcit, mungesa e vitaminës C në trupin tuaj mund të përfshijë edhe inflamacione dhe zhvillime të ndryshme të trupit. Studimet kanë treguar se përdorimi i rregullt i lëngut të portokallit ndihmon që kërcin ta mbani të fortë dhe konsumi i tij në moshë të hershme mund të parandalojë artritin që të formohet më shumë. Gjalpi i kikirikut. Gjalpi i kikirikut dihet se është i pasur gjithashtu me elementë që ndihmojnë në lëvizjen e nyjeve. Pas kësaj, gjalpi i kikirikut është i pasur me vitaminën B3, që ndihmon në trajtimin e problemeve të osteoartritit. Vitamina B3 ndihmon në reduktimin jo vetëm të inflamacionit, por edhe në përmirësimin e fleksibilitetit të nyjeve. Ndaj mos nguroni që t'i keni pjesë të dietave tuaja. Artriti reumatoid është një sëmundje e rëndë inflamatore karakterizuar nga dobësimi i nyjeve dhe indeve lidhore të kockave që prek gati 1% të popullatës botërore. Mund të shfaqen në çdo moshë, edhe pse të dhënat e ndryshme kanë treguar se grupi më i rrezikuar është nga mosha 20 deri në 50 vjeç. Një fakt interesant është se femrat rrezikojnë 3 herë më shumë se sa meshkujt të shfaqin probleme të artritit reumatoid. Kjo sëmundje e rëndë autoimune shkakton deformime të dukshme të kockave, ndonjëherë edhe ngurtësime dhe kufizim të tyre për aftësinë e lëvizjes. Gjithashtu, nëse vuani nga artriti, duhet të evitoni këto produkte. Buka e bardhë. Studimet e fundit kanë provuar se karbohidratet e përpunuara që gjenden te buka e bardhë ndikojnë në formimin e artritit, duke krijuar kështu komplikacione dhe inflamacione në përkatësimin e simptomave të tij. Yndyra trans, vaj i sojës, vaj vegetal dhe produktet e përpunuara janë gjithashtu armiq të kryesorë të dëmtimit të kyçeve, dhe duhet t'i evitoni ato nga dieta juaj nëse doni të forconi nyjet. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen edhe miqtë e tu.